Në Universitetin e Vlorës, Ismail Qemali ka startuar gjatë kësaj të hënë raundi 2 i regjistrimeve të kandidatëve për student. Ky raund do të zgjas deri më datën 8 tetor. Pritshmëritë për raundin e dytë në të gjitha fakultetet janë të larta. Zëvendës dekania e Fakultetit të Shkencave Teknike, Eliona Proko, shprehet optimiste. Kërkesat në 2 vjeçar ne mendojmë që do plotësohen kuotat, sidomos tek laborant kimik, që është një tek shumë e preferuar. Gjithashtu ofrojmë një 2 vjeçar të ri që është në Departamentin e Shkencave Kompjuterike. Është edhe kjo një degë e re për maturantët, një mundësi e re që mund të regjistrohen dhe patjetër që jemi optimist për interesin që do të kenë aplikantët gjatë raundit të dytë. Sipas Prokos, janë disa degë në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore, të cilat janë të kërkuara, siç janë ato mekanike, por edhe shkencat kompjuterike. Po, patjetër, inxhinieri dhe mua vetë në pozicionin që mbajmë duke ditur pak a shumë regjistrime në të gjithë degët që ofron fakulteti, më bëhet shumë qefi që degët si elektrikja, mekanikja janë të kërkuara, ashtu siç është dhe shkencat kompjuterike, që është një degë mjaft e preferuar dhe e kërkuar nga maturantët. Zëvendës dekani e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, Eliona Proko, tha se procesi i provimeve të vjeshtës shkoi normalisht. Tashmë në këto procedura universiteti është i konsoliduar dhe nuk ka asnjë gjë që ta pengojë të shkojë gjithçka, procedurat, mekanizmi i provimeve është i kontrolluar. Proko ndalet edhe tek cilësia e studentëve, që sipas saj është një sfidë më vete. Po, është sfidë si në çdo fushë, si në çdo universitet, ka studentë që neve na nderojnë dhe janë ambasador shumë të mirë tek brezat që vinë, qoftë edhe me punësimet që janë të suksesshme brenda vendit apo dhe jashtë vendit, por gjithsesi duhet punë qoftë nga stafi, infrastruktura, laboratoret, sepse brezat sot kanë më shumë dëshirë të praktikojnë se sa të mësojnë teori, kështu që mësimdhënia është gjithmonë një proces me sfida, asnjëherë nuk ndalon. Raundi i dytë i regjistrimeve për në universitet startoi këtë të hënë për të vijuar deri më datën 8 tetor, ndërsa raundi i tretë do të jetë në datat 13 tetor, 24 tetor. Konkretisht në raundin e tretë do të bëhet pagesa e tarifave për kandidatët që nuk kanë aplikuar në raundin e parë ose të dytë, kohëzgjatja 15 ditë. Gjithashtu, nga data 13 tetor deri 24 tetor do të bëhet aplikimi pranë institucioneve të arsimit të lartë, pavarësisht aplikimeve në raundin e parë dhe të dytë të regjistrimeve nga sekretarit në portalin Ullbenja.